por thellë unë vi nga Mali Rencit në fakt, jam bërë atje 14 vjeç, kam bërë fillor, 8 vjeçar në Shëngjin, pastaj gjimnazion e Lejçës ku kam vërtet nostalgji për mësues që kam patur, dedikoj shumë ndikimi që ato kanë patur mbi mua në formimin tim bazik, edhe mësuesi i letërsisë, që ndoshta me ka nxitur të kem pasionin dhe të zgjidh profesionin e jetës, që është letërsia, studimet me letërsinë. Aso kohë ka qenë Agim Dashi, po kemi patur mësues tjerë po kaq të mirë, Rudolf Markun, Vera Isakun, Tonin Çobanin, një studius i nivelit shumë të lartë, do të thoya unë, mbi gjitha studimeve fishtiane, që është kaq i dashur në këtë zonë. Dhe pastaj kam marrë rrugtimin tim në Universitetin e Tiranës, ku ndoshta dy njerëz e kanë ndryshuar perceptimin tim në raport me intelektualitetin, me të vërtetën, me kulturën në përgjithësi. Ato kanë emrin Adze Pllumi, që unë e kam farefis, edhe Aurel Plasari, ishte një dyshe shumë interesante aso kohë në Shqipërinë e vitit 93, kur unë u afrova dhe u njoha me to, ishte revista Hylli Dritës, ishte Shqipëria ndaluar. Dhe e keni drejtuar për disa kohë? Unë kam qenë bashkëpunëtor, por këto e mbajtën këtë revistë dhe e kthyen në shkëlqimin e dikurshëm. I hershëm, i Hyllit Dritës. Hyllin e Dritës të hershëm, ata e rikthyen, e ribotuan nga 93-shi, dhe deri në 97-ën që unë largova nga Shqipëria, mendoj që ka qenë vatra, siç e kishte në titull Nokeljo, vatra kryesore e kulturës shqiptare. Dhe binomi ishte vërtet shumë interesant. Adze Pllumi që përfaqësonte klerin katolik, Shqipërinë e ndaluar, Shqipërinë e burgjeve, Aurel Plasari, një intelektual brillant që i kishte ikur konformizmin nëpërmjet letërsisë, nëpërmjet përkthimeve, studimeve letrare, dhe vërtet për mua aso kohë ishte një fat afria me ata të dëgjuarit, unë aso kohë isha fare i ri, 21 vjeç, 22 vjeç, dhe rria dëgjoja, mësoja. Por kam mësuar vërtet shumë gjëra, më shtritur shumë kurioziteti për të zbuluar çfarë ka qenë Shqipëria para 44-s, çfarë ishte Gjergj Fishta, çfarë ishte Abat Doçi, çfarë ishte Ndremjeda, çfarë ishte Anton Harapi, çfarë ishte Hafiz Ali Korça, Hafiz Ali Ulçinaku, cilat ishin personazhet reale të Shqipërisë, bashkë me ato që kishim mësuar në historinë e lejuar të kohës së komunizmit. Dhe mendoj që kam qenë me fat që kam patur këtë akses dhe këtë mundësi.